ti nuk ishe prind, por ishte fëmijëria jote që u shkatëruar për të ndihmuar prindrit e tu. Në qoftë se dhe ti, ashtu si unë, ke punuar që e vogël, vetëm për të ndihmuar prindrit e tu, akoma dhe të kesh bërë punë të pista, ti jesh marrë me mashtrime, manipulime dhe me gjëra të tjera, vetëm për të marrë pak dashuri, të mos e shikonje maman tënde të mërzitur, ta bënje babain tënd krenar, dhe të donje vetëm atë fjalën të dua, je i vleshëm, por jam këtu të them sepse ti ishe një fëmijë që kërkonte të luante dhe ti yre në rol të gabuar. Bëre ti punën që duhet të bënin prindrit e tu. Nuk ishte puna jote të bëhesh shpëtimtari familjes, por ty nuk të mësuan si ti jetonje fëmirin, nuk të mësuan si të donje veten. Sot dua të them të ndalosh, të kujtosh kush je, të kujtosh që ti nuk jetove fëmirin dhe akoma deri tani kërkon mënyra të ndryshme të nxjerrësh para të lehta, të shpejta, vetëm të kënaqësh prindrit e tu dhe në qoftë se je mashkull të tregohesh sa i vleshëm je në sytë e nënës tënde. Sot jam këtu të bëj thirrje, jo më të jetosh për të tjerët, mjaft deri këtu. Të them sepse dhe unë e kam përjetuar këtë plagë, kam punuar që e vogël, vetëm të shikonja nënën time të gëzuar dhe të ndihmonja në shtëpi, por harrova veten dhe nuk jetova si fëmijë. Unë i kam përjetuar këto plagë, ndaj di shumë mirë si mund të ndihmoj të shrosh edhe ti plagët e tua dhe të kthehesh në një rrugë të drejtë duke mos kërkuar para me mënyra të lehta. Në qoftë se dhe ti që më dëgjon e ndjen këtë thirrje, ke nevojë për ndihmë, jam këtu të të jap dorën, të të tregoj rrugën drejt dritës. Ju falenderoj dhe jam me ty. Erdhi koha të jetosh. Kam çelësin që do të çojë drejt dashurisë të vërtet të vetes. Nuk je ti prindi, ti je fëmia.